E kuptoj. Por, gjithsesi, ajo çka unë vijoj të pyes, sepse të kam pyetur edhe një herë tjetër, Klodi, po teksa ditët kalojnë, vëmendja tek dosja Balluku dhe si është e mundur që nuk ka asnjë rrjedhje informacioni, pak janë ato informacione që kanë dalë edhe vetë deputetët e ruajnë me aq shumë. Jo, nuk e mendoj kështu. Kanë dalë mjaftueshëm të dhëna. Po çfarë e re për shembull ka dalë? Po kanë dalë mjaftueshëm të dhëna të gjitha komunikimet, pa pjesa dërmuese e komunikimeve që ka patur me zotin Berberi, ne kemi raportuar News 24. Po në 16.000 faqe që thuhet? Tani 16.000 faqe, në fakt dosja është disa herë më e madhe, domethënë ajo që ka shkuar në kuvend është vetëm një ekstrakt i dosjes. Detaji më i fundit që doli lidhe me faktin që prokurorët pretenduan që kanë të dhëna, edhe është bërë tashmë publike, duke përgjuar dy vargje të zonjës Balluku, ata kanë pretenduar që njerëz të fortë, mbeten për të sqaruar janë ose jo të krimit organizuar, kanë tentuar të indikojnë apo zyrtar dhe antarët kabinetit, nëse mund ta them kështu, të zonjës Balluku, kanë tentuar të intimidojnë, të friksojnë apo të korruptojnë për të heshtur përpara institucioneve. Dhe mendoj që është një detaj mjaft i rëndësishëm që ka dalë në raport me këtë. Mesazhet e shkëmbyera me ish-kreun e autoritetit rrugor shqiptar Elvis Berberi kanë dalë. Ka pasur të dhëna që kanë rrjedhur lidhur me kontrollin e disa kompanive, marrjet e celularëve. Pra besoj ka pasur mjaftueshëm informacione sa i përket hetimit të kryer. Tani, sigurisht që dosja nuk është duhet patur dhe kujdes sepse cënohen aspektet caktuara të hetimit dhe nuk është për gjykim publik. Ky proces është një proces që është duke vijuar, do të shkojë nesër me në gjykatë, do jetë një proces me dyert të hapura, sado që të përpiqen ta kufizojnë sot informacionin, nesër procesi do të jetë i hapur, kështu që asgjë nuk do të mbetet e pasqaruar ditë pas dite, sepse kështu është rrjedha normale një procesi hetimor dhe më pas gjyqësor. Kështu që pastaj këtë pyetje duhet ja drejtoni pak edhe opozitës, sepse ju e mbani mend, Zoti Bardhi erdhi me dosje në studio edhe tha disa gjëra tjera, tha disa të reja. Dakord. Pra i tha se ka patur raste për shkakun që opozita i ka tundur dosjet dhe ka thënë që duket sikur në këtë rast si është pak e stepur. Mirë, megjithatë Klodi, një çështje tjetër me shumë rëndësi është edhe çështja e Akshit. Çfarë po ndodh me këtë çështje? Në çpik janë hetime, ta kanë ndonjë lëvizje tjetër? Zhvillimi më i rëndësishëm ka qenë dëshmia e Daniel Shimës, ish zëvendës drejtorit të Akshit, që emri i tij është artikuluar për herë të parë gjatë një interviste të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmeta, i cili është aktualisht në Zvicër me urdhër kërkimi ndërkombëtar nga ana e SPAK. Duhet theksuar që ditën e sotme zoti Ahmeta është marrë zyrtarisht i pandehur bashkë me partnerin e tij dhe ish bashkëshorte për disa akuza si korrupsioni, pastrimi i parave dhe fshehja e pasurisë, për çështjen që dihet tashmë sepse është bërë publike. Daniel Shima ka dhënë një dëshmi të detajuar dhe për herë të parë ka folur edhe për atë që u konsiderua si një largim me dëshirë fillimisht, por ka folur dhe ka pranuar që është rrëmbyer dhe ka dhënë detaje mjaft interesante. Pra ky është zhvillimi më i ri sa i përket hetimit penal dhe sa i përket fakteve tronditse se si grupi kriminal i drejtuar nga Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri dyshohet se rrëmbenin rivalët e tyre apo persona që i konsideronin pengesë. Daniel Shima ka dhënë detaje tronditse, në mënyrës ku është mbajtur, kush janë persona që ai dyshon, si më pas e liruan, çfarë detyruan të thoshte në komisariat më pas për që çështja të pushohej. Ka një interes dhe duhet ta them me zë të lartë nga ambasada gjermane në Tiranë në lidhje me këtë çështje. Unë kam parë shpesh përfaqësuesit e ambasadës gjermane që kanë ardhur në Tiranë edhe që kanë në prokurorinë e posaçme dhe janë të interesuar në mënyrë të drejtë për çështjen e Akshit. Dhe kam përshtypjen aty brenda duhet të ketë diçka më të madhe se sa ajo që ne dim, sepse fakti që ata insistojnë që kësaj çështje të shkohet deri në fund, mendoj që lidhet me interesat e drejtë për drejta të ndonjë shteti gjerman. Do duhet ta konfirmoj edhe mbase në një emision të radhës për të patur më shumë detaje, por me sa kanë kuptuar nga burime edhe pse shumë të rezervuara, ka të bëjë me cënimin në mënyrë të drejtë për drejtë të interesave të një shteti gjerman, i cili patjetër ai pretendon që ka qenë një person i cili ishte duke ushtruar aktivitet biznesi konform çdo ligji shqiptar, por nga ana tjetër ka hasur pengesa, nuk mund të them më shumë sepse dua të mbetem deri në këtë pikë, por mendoj që kjo e bën këtë çështje më interesante. Pra ky është më interesante se sa gjitha gjërat e thëna deri më tani.
Ky është njëri aspekt. Aspekti tjetër ka të bëjë me hetimin e kompanive. Pra, prokuroria është duke hetuar të gjitha transaksionet e kompanive tjera me radhë, me qëllim që të bëjë edhe sekuestrimin e pasurisë së personave të dyshuar, sepse deri më tani nuk kemi një bllokim të kompanive apo të pasurive të personave të dyshuar, por besoj që nuk do të jetë e largët dita që do të ketë një ngrirje të aseteve deri në përfundim të hetimit. Dhe këtu duhet kuptojmë që nuk është një hetim që mund të prek në mënyrë të drejtë për drejtë vetëm personat e dyshuar, por edhe personat e bashkëlidhur me ta mund të dalin në dritë emrat e kompanive që ndoshta nuk janë hasur gjatë kësaj pjese të parë të hetimit. Dhe mendoj që është jo vetëm skandali më i madh, por edhe në kuptimin e hetimit të ndjekjes penale, ndoshta dosja më interesante për mënyrën se si krimi, politika dhe biznesi janë ndërthurur keq edhe se si është të parë, pra ai që kryeministri e konsideroi si kopshtin e vet, është parë në fakt thjesht si një plaçk për ta grabitur kush e kush të munte, dhe aty brenda pastaj janë përplasur interesat, grupimet caktuara dhe kanë shkuar deri në pengmarrje, kërcënime etj. Me radhë. Shumë kush çështjen e Akshit e sheh si grop shumë më të madhe se ajo e Ballukut. Është kështu, Klodi? Po. Sa i përket aspektit financiar, por jo vetëm në aspektin financiar, por edhe mënyrën se si është vepruar. Pra imagjinoni të shkohet deri në pengmarrjen e një personi. Pamjet e pengmarrjes së Gerond Meqes janë publike tashmë. Ne kemi parë me foto, unë kam parë videon, sepse kam patur mundësinë, unë kam thënë dhe publikisht, kam patur informacion shumë përpara se sa të reagonte Spaku dhe kam qenë duke hetuar këtë çështje, kam dërguar Spaku disa shkresa zyrtare në raport me këtë gjë, por sigurisht duhet të ecja me hapa të sigurt të mos dëmtoja në një farë mënyrë edhe hetimin, por edhe të mos rrezikoja jetën e personave të përfshirë në gjithë këtë histori, pra sidomos ata që ishin viktimat veprës penale. Dhe imagjinoni, në mes të ditës shkojnë personat e veshur me uniformë policie, me uniformën e BKH-s, pra në duket BKH-s, rrëmbejnë një person dhe e detyrojnë me pistolet në kokë të tërhiqet. Dhe më pas e lënë të braktisur në një fshat të Elbasanit dhe imagjinoni kalvarin e çfarë ndodh më pas. Dhe ku ndodh kjo gjë? Në mes të Tiranës që synon në Europën në 2030-ën, në sytë e të gjithëve dhe nga kush dyshohet njeriu që Arben Ahmeta e ka konsideruar si eminenca gri, pra Ergy Sagasin e ka konsideruar si koordinatorin e grupeve kriminale me kryeministrin e vendit. Kështu që në këtë aspekt, parë edhe shumat e mëdha të tendrave që janë lëvruar, mënyrën se si është funksionuar, lidhjet okulte e tjera me radhë, tregon dhe më pas ajo çfarë e bën te çdo imagjinatë është fakti që Ergy Sagasi filmonte dhe takimet në zyrën e vetë. Pra nga mënyra e funksionimit është absolutisht mendoj një ndër skandalet më të rënda që ka tronditur vendin. E qartë. Mirë, duat prek pak edhe një tjetër çështje, siç është sterilizimi, ka patur një vendim për sterilizimin, grupi strukturuar kriminal. Do doja më tepër informacione, Klodi. Po, u shpall vendimin, e ndoqëm nga afër në fakt, i gjithë vendimin e gjykatës së posaçme për 8 nga të pandehurit, sepse ish ministri i shëndetësisë është duke u gjykuar me procedurë të zakonshme në një proces të ndarë. Do të kemi parasysh që sterilizimi kaloi në disa përplasje brenda prokurorisë, më pas gjykata detyroi Spakun që të ngrinte akuzat të tjera nga ato që kishte dërguar për gjykim, dhe ndaj Klodian Rjepajt, ish zëvendësministër i shëndetësisë, dhe Ilir Rapajt, biznesmeni Sani Service që zotron pjesën e Luanit në koncesionin e sterilizimit, u ngrit edhe akuza e grupit strukturuar kriminal dhe kjo akuzë u ngrit edhe për Ilir Beqajn. Rjepaj dhe Rapa janë dënuar të dy përfundimisht, pra me gjykim shkurtuar me 4 vite burgim, por çfarë ishte interesante dhe mendoj që duhet sqaruar për opinionin publik është që gjykata e posaçme e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e rrëzoi akuzën e grupit strukturuar kriminal dhe i dënoi vetëm për vjedhje përmes shpërdorimit detyrës e tjera me radhë, falsifikim të dokumentave. Kështu që në këtë aspekt fakti që ra kjo akuzë për këta të dy, pra për zotin Rjepaj dhe Rapaj, dhe normalisht këta ishin dyshja që plotësonin atë kushtin që për qenë grup kriminal duhet të jenë 3 veta dhe për këtë arsye ishte ngritur akuza e grupit strukturuar kriminal dhe për ish ministrin e shëndetësisë. Dhe nga ana tjetër, se dua të jem pak i qartë këtu dhe më jep pak kohë, nga ana tjetër gjykata e posaçme në procesin për Beqajn pati një debat shumë të fortë dhe i kërkoi prokurorisë sqarime për të saktësuar akuzën, paralajmëron që zotit Beqaj do t'i bjerë ose do t'i rrëzohet akuza e grupit të strukturuar kriminal.